Gjykata e Tiranës dënoi me burgim të përjetshëm Bledar Jambellin dhe Kristaq Lecin, të akuzuar si urdhërues dhe organizator të vrasjes së kryekomisar Artan Cukut. Prokuroria thotë se Jambelli në vitin 2012 u hetua nga policia e Vlorës për një ngjarje të rëndë kriminale, ku mbetën të vrarë 2 persona dhe gjatë kohës që kjo drejtori drejtohej nga komisari Artan Cuku, u hetua dhe u arrestua për vrasjen e Armando Delajt. Më vonë, gjatë procesit gjyqësor, Jambelli doli i pafajshëm dhe u lirua. Për këtë shkak, në vitin 2017, në shenjë hakmarrjeje, Bledar Jambelli përgatiti vrasjen e ish-drejtorit të policisë Vlorë. Për të realizuar këtë qëllim, ai lidhi marrëveshje me Kristaq Lecin. Ky i fundit kontaktoi Mikel Shallarin për të kryer vrasjen kundrejt një shume prej 20.000 eurosh. Nga hetimet, prokuroria thotë se Kristaq Leci pajisi me 2 pistoleta Mikel Shallarin, ndërsa vetë ndoqi viktimën. Vrasja u zbardh pasi ekzekutori Mikel Shallari bashkëpunoi me drejtësinë dhe mori statusin e të penduarit. Ai është dënuar me 10 vite burg dhe së shpejti pritet të lërë qelin. Jambelli dhe Leci u arrestuan pas vrasjes në Greqi, por ekstradimi i tyre drejt vendit ton u refuzua dhe ata rifituan lirin. Komisar Artan Cuku u qellua për vdekje në derën e pallatit ku banonte në rrugën e Kosovarëve në vitin 2017. Ai është shpallur dëshmorja dheut.